Nëse do ta kishit edhe një moment me Kolin, vetëm ju se nënë dhe birë, në një kështu moment intimiteti, çfarë do t'i thanet? Do t'i thoja shpirt, të dua shumë, të dua pafund. Dhe më kujtohet Leo Buscaglia, është një shkrimtar që në Amerikë krijoi katedrën e dashurisë. Ai ka në librat e vet, se ka shumë libra, dhe ka një moment ku ai në orën në mes të natës nga Amerika merr nënën e tij në Itali në telefon dhe i thot: "Mama, të dua shumë." E ja më thot: "Po unë e di që më do." E di unë që ti e di, tha. Por ama këtë që po ta them në këtë orë të natës, ti s'do ta harosh kurrë. Sepse dashuria nuk ka kudo ta shohësh si fëmia për nënën, nëna për fëmin, është ajo e famshme e Dankos që i mori zëmrën edhe u rrëzua e tha: "U vrave bir." Nuk është unë them që nuk ka dashuri më të madhe se sa kjo. Dashuria e nënës për fëmijën nuk mund të ketë. Nuk mund të ketë. Po ju e njihni shpirtin e Kolit, së Korodashit, birit tuaj, më mirë se kushdo tjetër. Po si ishte ai? Si ishte bota shpirtërore e tij? Si ka qenë bota shpirtërore e tij? Si ka qenë? Kur vinin në Selenis të Vlorës që ishim të internuar, vinin 2 fëmijët e mi dhe 2 fëmijët e motrës time të dytës. Ajo i kishte çupa, unë i kisha djem. I merja të 4 dhe ju lexoja. Ju lexoja poezi, ju lexoja letërsi artistike. Gocave ju mësoja dhe të qëndisnin etj. Kishim orarin e mësimit. Dhe mbaj mend një herë që po i lexoja poemën Pavli i vogël të Hugojit. Nuk e di, e keni parasysh apo jo? Është historia e një djalit të vogël Pavlit, që i vdes nëna dhe e rit gjyshi tash. Mirë, po babai martohet edhe merr gruan tjetër. Ky rinte poshtë tavolinës, i friksuar nga njerka etj. Kurse me gjyshin, kur ishte vetëm me gjyshin, ai bëhej mbret. Dhe gjyshi ishte vartësi i tij. Dhe gjyshi bënte gjithçka për nipin. Po gjithçka. Aq e madhe ishte dashuria e tyre. Dhe një ditë vdes edhe gjyshi. Vdes gjyshi dhe Pavli u mërzit jashtë mase. E morën gjyshin dhe e çuan në voreza. Ky i ndoqi nga mbrapa për të parë se ku po e çonin gjyshin. E pa se ku e çonin dhe pastaj ngrihet në mesnatë dhe shkon atje dhe ngrin te dera e vorezave. Kështu mbaron kjo poem. Dhe në këtë moment kur unë lexoj këtë poemën, dëgjoj një nga fëmijët që po qante me ngashërim. Ngre kokën dhe ishte Koli. As çupat, as djali im i madhi, po qante Koli. Ky është shpirti i Kolit. Pastaj Koli u mor me muzikë shumë, i binte violinës, ai punonte 4 orë me kitarën vet, autodidakt me kitarën, shkruante poezi, përkthente, lexonte shumë, i donte shumë poetët, i donte shumë këngëtarët, dhe e fundit fare ishte një moment kur mua një mikesha ime më dhuron një disk. Ishte filmi Koncert. Është një histori me Bolshoi Teatr që e thresin në Paris për të luajtur Tchaikovskin. Madje dirigjenti arrin deri që të lajë çimentot se ishte i dënuar. Ishte i dënuar nga pushteti rus. Dhe vajza e 2 artistëve të atëhershëm, të cilët u dënuan, këta e fusin në një violin, e fusin në një kuti dhe e çojnë në përmjet një gruaje në ambasadën franceze. Dhe kjo vajza shpëton dhe kjo bëhet artiste e madhe. Artiste e madhe që i ngjan të jëmës.
Dhe E kam parë filmin. e ke parë të filmin? Po, e kam parë. Dhe pikrish kur unë ja vura Kolit këtë film, i tha shikoj se është shumë i bukur, Koli qau dhe këtu. Ky ishte Koli. Koli qau. Besoj ke qarë dhe ti, se unë kam qarë. Kem Po. gjithë familja, sepse e ka parë dhe Po. gjyshi dhe mami. Shumë i bukur. Pra, ky ishte shpirti delikat i Kolit. Ishte shpirt shumë delikat, shumë delikat. Po, zonja Kozeta, ju përmenda që para pak kohësh, para një muaj e gjysmë, kam bërë një intervistë dhe me gjyshin tim, një bisedë për podcastin tim. Edhe fatkeqësisht edhe gjyshi më ka humbur vajzën e tij të madhe. Edhe kur po flisja me gjyshin madje, më tha të jetosh gjatë është edhe një lloj mallkimi, sepse përjeton gjithë humbjet e mundshme, prindrit, motrat, vëllezërit dhe deri tek fëmia. Dhe më thënë e përjetoj edhe ai. Edhe si e shihni ju dhimbjen, zonja Kozeta, ju ka bërë dhimbja më të ndjeshme në raport me njerëzit, me botën për rreth? Natyrisht. Unë kam njohur dhe Liri Belishovën, e kam pasur mikesh. Edhe ajo kishte humbur një fëmijë, një vajzë. Humbi dhe vëllezërit, njëri mbas tjetrit. Edhe më tha një moment që si ka mundësi, tha, që s'më merr Zoti mua, tha. Humba kaq shumë njerëz të dashur. Është vërtet kështu siç ka thënë gjyshi jot, është ndofta është mallkim, por dhimbja të bën vërtet shumë të ndjeshëm. Shumë të ndjeshëm. Unë kur dëgjoj histori të përafërta, mua nuk më reshtin lotët. Edhe janë lot shpirti, janë lot vërtet. Bëhesh gjithmonë, sepse tregojnë që në një lumë kalonte mbreti, kalonte edhe një i varfër. I varfëri mblidhte lakra për të ngrënë. Ky, i pasuri, shikonte bukuritë e natyrës, lumin, gurët, lulet, edhe do më thënë, sepse nuk kishte ai varfëri, nuk kishte ai dhimbje për ata që do ushqente në shtëpi, kurse ky tjetri nuk e vinte re fare këtë. Sepse dhimbja dhe përgjegjësia për ata që do ushqente ishte shumë e madhe. Kështu është edhe puna e dhimbjes, dhimbja të bën shumë delikat, po njëkohësisht, domethënë, unë nuk e di, nuk e besoja të isha kaq e fortë. Unë nuk e besoja që mund të jetoja edhe një ditë pa Kolin. Mirë po ja ku jam. Nuk e besoja dot, nuk e di. Nuk e di. Po lumturia, çfarë është për ju, zonja Kozeta? Të them drejtën, nuk besoj te lumturia. Nuk besoj. Ky nocioni, koncepti i lumturisë për mua nuk ekziston. Madje në një libër se unë kam bërë 3 libra, kam botuar, dhe te një libër që mora Gjergj Vlashin si redaktor dhe si të më bënte një hyrje, një parathënie, ai në fund e mbaroi parathënien me fjalët: "Dhe tani Kozeta është një gjyshe e lumtur." Gjergjin e kam dashur fort. Ishte enciklopedi e gjallë, ishte një familjar i jashtëzakonshëm, ka 2 djemë të mrekullueshëm dhe një grua të jashtëzakonshme, që unë vazhdoj i ndjek, sepse ju dua vetëm të mirë në atyre njerëzve. Dhe jam nisur nga Tirana, kam shkuar në Durrës, te shtëpia e Gjergjit, vetëm që ai ta hiqte këtë fjalën. Sepse i thash, unë nuk besoj shpirt në lumturinë e njeriut. Po, njeriu ka grimca të bukura, grimca lumturie, por që të jetë në vijshmëri ajo lumturia, unë nuk e besoj. Nuk e besoj dot. Nuk e besoj dot. Po liria, çfarë është për ju, zonja Kozeta? Liria është gjithçka. Për mua liria është gjithçka në kuptimin e
dinjitetit, të vërtetës, të asaj që njeriu duhet të bërtas dhe jo të nënshtrohet apo të hesht. Sepse vetëm duke bërtitur të i vëri vullën të vërtetës. A ndjeni e lirë sot? Unë jam shumë e lirë. Jam shumë e lirë. Bëj çfarë të dua, nuk kam kufizime, gjithmonë kam qenë shumë e lirë, hiq 5 vitet e internimit në Selenicë, unë për herë e kam ndjerë veten të lirë, sepse asnjëherë nuk jam pajtuar me padrejtësinë. Në ato vite s'kishe ç'bëje, kupton, nuk do t'i bie murit me kokë, por në kohën kur unë e kam në dorë veten time, fatin tim, rrugtimin tim, unë ndihem e lirë. A mendoni se gratë mbështesin sot njëra tjetrën, apo mungon ende kjo mbështetje? Unë do të thosha që e përgjithshmja, gratë e mbështesin njëra tjetrën, por jo ashtu si burrat mbështesin njëri tjetrin, ndërsa burrat për mendimin tim janë më pragmatistë dhe mbështesin njëri tjetrin me këtë direksion, gratë janë më shpirtërore. Gratë e mbështesin njëra tjetrën me shpirt, me idealizëm, për mendimin tim. A ju ka ndodhur ndonjëherë të ndjeni më shumë e gjykuar si grua sesa si profesioniste në karrierën tuaj? Asnjëherë nuk jam ndjer e gjykuar si grua, sepse i kam kryer detyrat e mia nga mëngjesi deri në darkë, duke nxjerr frym. Sepse në kohën tonë lodhja ka qenë, s'kishte as pampers, as për fëmijët, me napa do t'i zienim, do t'i ndenim, do t'i ekurosim, kemi pas, do më thënë, mundime fizike shumë të mëdha, dhe ne i kemi te kaluar. Madje unë kam, në fakt, një shoqe që është e bia Jorgjia Trujës, Takuina Truja, pianiste, e ka dhe vajzën pianiste në Holland. Ajo shkonte me pianistët e rinj, shkonte shpesh jashtë shtetit, që i paraqiste pianistët e rinj. Edhe kishin marrë në intervistë një dite dhe i kishin thënë, kush është frymëzimi yt? Edhe Takuina i kishte thënë, gruaja shqiptare. Wow. Gruaja shqiptare, sepse vërtet gruaja shqiptare është grua e sakrificave, grua që sakrifikon veten e vet për familjen, për fëmijët. Do të thuash që nuk është modernizmi ky, për mua duhet bërë dhe kjo dhe kjo. Edhe detyra e përcaktuar në profilin që je, por duhet bërë patjetër dhe kjo. Po çfarë do t'i thonit sot një gruaje që heziton të jetë vetvetja, të flas pa frikë? Unë do t'i thoja mos hezito, mos hesht. Heshtja është poshtrim. Heshtja është varje. Varje në kuptimin e varësisë. Por lufto dhe ngrije zërin tënd për të drejtat që të takojnë. Se vetëm kështu mund të fitosh. Në qoftë se do rishe heshtur, e varur, je pa dignitet, je pa nder, je pa në kuptimin e madh të fjalës. Kështu që unë do t'i thosha guxim. Guxim për të arritur të vërtetën. A jeni ju feministe, zonja Kozeta? Unë jam edhe s'jam. Jam në mbrojtje të grave gjithmonë, për herë, po jo në diskriminim të seksit tjetër. Unë jam që të shkojnë bashk dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Mirë po, maskilizmi faktikisht është me tepric këtu në Shqipëri. Po në Shqipëri ka pasur edhe gra që kanë qenë të pushtetshme, sidomos gjatë kohës së komunizmit, gra si Neçmia Hoxha që ka pasur pushtet. A mendoni që ato gra që kanë pasur pushtet nuk kanë qenë të zgjedhura dhe të mbrojtura nga burrat e tyre?
Janë të gjitha, burrat, janë gratë e atyre burrave. Kështu që se unë kam parë dhe gratë të tjera, gazetare të tjerë, kështu që kanë qenë të zonjat, por nuk mund të flasim për këto gra që vërtet unë i kam dëgjuar, i kam parë edhe në përfjalime kështu, por do të thosha që ato kanë qenë gratë të mbrojtura nga pushteti. A keni komplekse ju, zonja Gazeta? Unë nuk kam komplekse fare. Unë nuk kam komplekse as për rasën, as për ngjyrën, as për homoseksuala, lesbista, nuk kam komplekse sepse I përkrahni të drejtat e komunitetit LGBT? I përkrah sepse madje ajo nusja ime ka për edhe programin e tyre, i ka ndihmuar nga ana juridike, sepse kam bërë bisedë me një shoqen time që është në Itali, edhe më ka folur për një mik që e kishte homoseksual. Edhe tha, ai ish kaq i mirë, tha. Edhe duke bërë muhabet me atë i kishte thënë që po unë kështu jam krijuar. Dhe si ta thush unë i justifikoj me këtë, që ndofta struktura fizike, ku di unë se qarë, se unë nuk jam, ndofta është i ka quar në një drejtim tjetër, nuk di të them. Po unë kam për shembull këngëtar që janë homoseksual dhe unë i dua shumë. Unë ka rastësisht që i kam pyetur edhe personazhe të tjerë që i kam pasur ftuar në podcast, edhe për gratë e veja. Do me thënë, ju jetoni në një shtëpi me një grua të ve, Unë? Po, do me thënë me nusën tuaj. Po si shini rolin e grave të veja, do me thënë, a janë të paragjykuara gratë e veja në Shqipëri? Unë për vete jo, nuk... Edhe kam parë dhe shumë të tjera që jo. Kam dy shoqet mia të tjerat. Dy shoqet mia, njëra që është shkrimtare, edhe tjetra që është mikesha ime. Të dyjave ju kanë vdekur burrat, e kupton, dhe nuk shoh asnjë gjë, ja. Janë kohë të tjera, mendoj që janë kohë të tjera, nuk... Le që unë nuk e di edhe, gjyshja ime ka qenë e ve, prej sa kohësh, edhe s'ka qenë e paragjykuar, jo. Po gjithsesi paragjykimet mund të jenë që tek rasti kur ato mund të duan të krijojnë ndonjë lidhje tre, ndonjë gjë tre, domethënë aty më fillon paragjykimi. Tash me këtë brezin e ri unë nuk e di. Nuk kam se duhet kesh edhe si ta thush, duhet i prekësh që të thuash, jo pa fakte, pa gjë, jo a priori, domethënë, të thuash që jo, kështu është, sepse ato janë tash dhe mund të krijojnë. Po nëse krijojnë, le të krijojnë. Ne po shohim në për filma tash që edhe të mëdhenj fare. Po krijojnë, bile mua më kanë thënë në Shkodër, është ky fenomen që gratë e veja dhe burrat pa gra krijojnë lidhjet mes tyre. Dhe është normale fare, sepse njeriu do të pi një kafe me dikë, do të këmbej një muhabet. Po lidhjet moshën e tretë paragjykohen? Lidhjet? Në moshën e tretë? Po ja pranë, moshën e tretë po flasim. Për moshën e tretë po flas. Për moshën e tretë. Po, për moshën e tretë po flas. Kështu që ndofta e kanë më zor këto që janë pak më të reja se sa këto që janë më të. Po cili do të ishte një mesazh që do t'ju jepnit të rinjve të botës së mediave sociale, sepse ju jeni aktive në media sociale, e shoh që jeni shumë aktive dhe ndiqni aktivitetet që ndodhin. Unë nga media sociale kam një vërejtje për ato që shkruajnë shumë keq. Domethënë që sulmojnë, që ato nuk i duroj dot. Gjuha e urrejtjes. Gjuha e urrejtjes, gjuha e diskriminimit, gjuha e hedhjes balt. Nuk më pëlqen fare. Në qoftë se do ta thuash një fjalë të mirë, thuaje. Në qoftë se do ta thuash hesht për mua. Për mua. Kështu që në rrjetet sociale unë lexoj shkrime shumë të bukura nga Çapajev Gjokutaj, Dashnor Kokonozi, Luan Rama, janë të preferuarit e mi që i lexoj vazhdimisht. Faruk Myrtaj, ka plot, domethënë që shkruajnë shumë bukur këta shkrimtarët e rinj,
edhe i lexoj me ëndje ato, sepse japin, si e thush, mos të themi fjalën moralizim, për mirë. Japin shembuj për mirë. Për mirë. Si përfundim të kësaj bisede kaq bukur, unë doja që pyesja si epilog të kësaj bisede, ato që thonit njerëzve që jetojnë pa komplekse, në gjitha trojet shqiptare, Shqipëri, Kosovë, gjithandej ku janë. Patjetër. Patjetër. Njerëzit në qoftë se duan të ndihen mirë, duhet patjetër të rojnë pa komplekse, sepse unë mendoj që në qoftë se ti do kesh komplekse dhe do merresh të kritikosh këtë, apo të shash këtë, apo të hedhësh balt, unë mendoj që po t'jesh njeri, kur të reflektosh, do të ndihesh keq. Pra, do t'i bësh keq edhe vetes tënde, jo vetëm atij që ti sulmon, po do t'i bësh keq vetes tënde. Prandaj, në këtë aspekt, unë them që duhet të jetoni pa komplekse, të lini çdo njeri të vendos vetë për fatin e vetë, për rrugën e vetë, për drejtimin e vetë, për atë që bën, për atë që ha, për atë që pi, edhe mos nuk keni, domethënë, pse ndërhyni në jetën e dikujt tjetër.